edhe sot një veçanti. Kishte qenë njëni edhe ja qesim i sa marrë me dru në shpinë edhe lodhët atë shumë sa thotë o Zot hajte mërë ma shpirtin. Po kur i dul Gjebraili për para, tha më thire, tha jo bre thash mreq ma pak sa marrim. Po të kishte mbajt këtu bindje, e kam pas qatë sa marrin ko gjëtë manë në shpinë. Dhe nuk do t'isha këtu. E sot për arsyen se jam këtu janë 2 njerëz, 3 njerëz. Rasimi po se po, por është Zeq Lekaj edhe është bashkëpulltari im që më shoqëron kudo Flora jeme. Unë do të flas diçka për kohën më të re dhe të do të nisëm prej 2 komenteve të 2 generaleve që thonë për librin. Pasi që librin ende nuk e kam pas në dorë, do të flas diçka më shumë për çështje që po na mundojnë dhe që i kemi në përditshmëri. Rasimi i bashkon etapat e jetës, lëvizjet ilegale si familje me të gjithë vëllezërit. Rasimi përfaqëson vujtjen e luftës, vujtjen e burgut, derisa familja e tij përfaqëson luftën dhe është familje dëshmori. E tha i madhi generali Ramosh Haradinaj. Shtatë herë i burgosur nga regjimi serboslav, 7 herë i ringritur. Ky është Rasim Selmanaj, njeriu i pemës së çështjes kombëtare. Krye titull i jetës së tij do duhej të ishte pak burg për liri, e tha Daud Haradinaj. E kush prana qenë ka Rasimi? I lindur me 8 mars 1963 në Glogjan të Deçanit, në Glogjanin e Ismail Haradinajt, në Glogjanin e Ramosh Haradinajt, në Glogjanin e Rasimit. Glogjani heroik që bashkon për gjimin e Kosovës. Rasimi me profesion është biolog dhe kimist, bandit, ai që e barti në shpinë vllajin e tij të vdekur. Ju lutem. Si mund të jetë bandit që ai u doq e u poq në përburgje? Edhe kjo është një pyetje shumë e rëndë. Me një fjalë, libri Lufta për Kosovën bën thirrje për vetëdije nacionale e institucionale. Me këtë fjalë, ju falenderoj dhe përmbyll fjalën time, duke ju uruar ndëgjim shumë të mirë edhe përcjellje që libri të lexohet sikur e tha Bardhyli, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, që shumë shpejt kanë harruar se çka ndodhi dje në trojet tona.